Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Zona Tech, hapësira ku mund të flasim për zhvillimet më të fundit të botës së teknologjisë. Jemi sërish së bashku për të folur për ju për rubrika të ndryshme si lajmet e javës, pak histori, personazhe të njohur si dhe kuriozitete teknologjike. Pa humbur kohë, le të fillojmë me lajmet e javës. Çfarë ka ndodhur këtë javë në botën e teknologjisë? Instagram po sjell AI për krijimin e videove. Instagram po teston mjete të reja me inteligjencë artificiale në aplikacionin Edit. Përdoruesi do të mund të krijojnë video vetëm duke shkruar tekst ose duke përdorur foto ekzistuese. Kjo teknologji synon të ndihmojë krijuesit e përmbajtjes të prodhojnë video më shpejt dhe më lehtë. Instagram laçon aplikacionin Instance. Instagram ka prezantuar një aplikacion të ri të quajtur Instance, i ngjashëm me Snapchat dhe BeReal. Aplikacioni lejon dërgimin e fotove që zhduken pas një kohe të shkurtër dhe nuk mund të bëhen screenshot lehtësisht. Meta po synon përdoruesit e rinj që preferojnë komunikim më privat dhe spontan. Google prezanton Android 17 me mjete të avancuara AI. Google ka prezantuar Android 17 me shumë funksione të reja për krijuesit e videove dhe përdoruesit e rrjeteve sociale. Sistemi i ri sjell mjete inteligjente për editim videosh, përmirësim të kamerës dhe integrim më të mirë me Instagramin. Netflix po krijon studio animacioni me inteligjencë artificiale. Netflix po zhvillon një studio të reanimacioni që përdor inteligjencën artificiale për krijimin e përmbajtjes. Projekti synon të prodhojë video dhe animacione më shpejt duke përdorur teknologji gjeneruese të inteligjencës artificiale. Meta po zhvillon një AI që bën blerje për përdoruesit. Meta po punon në një asistent të ri me AI që mund të bëjë blerje online për përdoruesit e Instagram. Sistemi pritet të analizojë preferencat e përdoruesve dhe të sugjerojë produkte automatikisht. Dhe tani kalojmë tek rubrika pak histori, pasi jemi informuar pak mbi të rejat që kanë ndodhur këtë javë në botën e teknologjisë. Është momenti që të kthehemi pak në të shkuarën. Dhe pikërisht sot do të flasim për kineman dhe filmat. Evolucioni i filmave dhe i kinemas në fakt është një nga transformimet më të mëdha kulturore dhe nga teknologjitë e historisë moderne. Nga pamjet bardhëzi tek filmat me efekte speciale dhe platformat streaming që kemi sot, mënyra se si njerëzit krijojnë dhe shohin filma ka ndryshuar vazhdimisht bashkë kështu edhe me zhvillimin e teknologjisë. Dhe vazhdon akoma dhe të ndryshojë. Në fund të shekullit të 19, filmat ishin pra shumë të thjeshtë dhe zgjasnin vetëm disa sekonda ose minuta. Vëllezërit Auguste Lumière dhe Louis Lumière konsiderohen ndër pionerët e parë të kinemas. Ata organizuan shfaqje publike ku njerëzit pan për herë të parë imazhin në lëvizje në ekran. Për publikun e asaj kohe kjo ishte diçka revolucionare, sepse deri atëherë fotografia ishte statike dhe nuk ishte mënyrë për të regjistruar lëvizjen reale. Siç e dim të gjithë në fakt, filmat e parë ishin pa zë dhe bardhëzi. Aktorët komunikonin vetëm përmes mimikës, gjesteve dhe teksteve të shkurtra që shfaqesin me skenave. Muzika luaj live në sallë, nga pianistë ose nga orkestra të vogla për të krijuar kështu pak emocion tek publiku. Dhe kjo periudhë njihet kështu si epoka e filmave të heshtur ose pantomima. Mund të përmendim këtu filmat e Charlie Chaplin, të cilat janë bardhëzi dhe thjesht me pantomimë, dhe kur i kam parë them çfarë janë këto filma, dhe si i kanë parë ose si kanë mundur të kuptojnë gjën që ndodh, sepse ne jemi mësuar që tashmë kemi titra, ka efekte të ndryshme që përdorin dhe green screen dhe bëhet filmi shumë më kompleks dhe më i bukur. Por që ta mendosh për kohën dhe ato kishin atë ndjesinë e vet. Për atë kohë ishte diçka goxha revolucionare. Dhe madje mblidheshin dhe të gjithë e shikonin në heshtje. Ato ishin mundësit, po. Me kalimin e viteve, industria e filmit filloi të zhvillohej shumë shpejt. Në fillim të viteve 1920,
Hollywoodi në Los Angeles u kthyen në qendrën më të madhe të prodhimit të filmave në botë. U ndërtuan studio të mëdha dhe filmat filluan të bëheshin më të gjatë me histori më komplekse dhe me aktorë që u kthyen në hyje ndërkombëtar që vazhdojnë të jenë edhe sot. Ikona të ditëve të sotme. Një nga revolucionet më të mëdha për sa i përket filmit dhe kinemas ndodhi në fund të viteve 1920 me ardhjen e filmave me zë. Për herë të parë, publiku mund të dëgjonte dialogët dhe muzikën direkt nga filmi, pra jo siç e thamë ne që detyroheshin që të vinin pianist ose orkestra në kinema në mënyrë që të ndjenin diçka shikuesit. Kjo ndryshoi totalisht eksperiencën e kinemas dhe bëri atë shumë më emocionale dhe realiste. Filmi The Jazz Singer konsiderohet një nga filmat e parë që përdori zërin në mënyrë të suksesshme. Dhe filmat janë një revolucion për kohën, për vetë faktin se dhe para se të dinin filmat, njerëzit shikonin vetëm shfaqje teatrale. Po. Në shfaqje teatrale ishin aty për aty live dhe nuk ngeleshin diçka që mund ta shikonin dhe ta rishikonin më vonë kur donin të argëtoheshin, po nuk mund të ruheshin pavarësisht se kishin emocion tjetër absolutisht, por dhe ndoshta shfaqjet teatrale ishin pak më të tunguara, mund të themi, se nuk bëheshin gjithmonë dhe madje edhe në kohët më përpara vetëm njerëzit që ishin aristokrat mund të merrnin dikë që vetëm ata e kishin atë mundësi luksin për të parë dhe për të argëtuar. Po. Më pas erdhi tranzicioni nga bardhëzi në filma me ngjyra. Në fillim, teknologjia e ngjyrave ishte shumë e kushtueshme dhe përdori vetëm për disa produksione të mëdha. Por me kalimin e kohës, pra filmat me ngjyra u bën standard dhe ndryshuan plotësisht mënyrën se si publiku përjetonte historinë në ekran. Kinemaja u bë më vizuale, më realiste dhe më tërheqëse. Ka shumë video në internet në fakt, të momentit kur televizionet kaluan nga bardhëzi në me ngjyra dhe tregohen në vende në shtete të ndryshme të botës që kanë një lloj shiriti, siç e bëjnë për inaugurimin në ndonjë vendi të ri, që e presin me gërshër ose shtypin një buton dhe automatikisht televizori i tyre kalon në transmetim me ngjyra. Janë të shumta këto video në internet dhe shumë interesante dhe të lezetshme për tu parë. Sepse donjëherë, më fal, se di të ndërprerva, donjëherë duket sikur nga bardhëzi duket sikur jeta është ashtu bardhëzi. Domethënë aty ku po xhirohet ky filmi dhe kështu. Imagjino sikur ashtu ishte vërtet kur u xhirua. Imagjino sikur ashtu ishte vërtet kur u xhirua dhe kështu dhe kur shikon fotot dhe kështu mendoja që dhe thjesht domethënë ndonjëherë duke parë ndonjë film bardhëzi dhe fillon duke menduar që çfarë ngjyra kanë patur në vërtet. Për shembull, shikon një veshje. Po si ka qenë në vërtet, se ti e sheh thjesht bardhësi me kontraste të ndryshme. Për shembull e kuqja mund të jetë blu, se ngjasin në ekran, por që dhe prandaj është dukur diçka shumë e madhe sepse tani nuk e le në imagjinatën e personit, por është ashtu siç duhet. Dhe mua më pëlqen tani që është krijuar kjo mundësia për restaurimin e filmave, që po rikthehen filmat bardhëzi, filmat e vjetër po bëhen tani me ngjyra, cilësia e imazhit po përmirësohet dhe është shumë interesante të shikosh se si ka qenë vërtet. Ti shuash atë kuriozitetin që ke patur gjithmonë. Në vitet 1950-1960, kinemaja u përball me një sfidë të madhe, televizionin. Njerëzit filluan që të kalonin më shumë kohë në shtëpi duke parë programe televizive dhe sallat e kinemas humbën një pjesë të publikut. Për të përshtatur, industria e filmit filloi që të përdorte ekrane më të mëdha, tingull më të fuqishëm dhe teknologji të reja për ta bërë eksperiencën në kinema akoma dhe më spektakolare. Po, kanë filmuar pavarësisht se kinemaja nuk ka më atë impaktin dhe efektin që ka pasur më përpara. Prap është si formë argëtimi dhe kanë sjellë këto si të 3D që mund të shikosh film 3D me syze që të duket dhe sikur je atje në film, gjë që në shtëpi nuk është se e përjeton dot nga televizioni. Por që dhe shumë njerëz, unë jam një ndër ata njerëzit që
Dua të shkoj në kinema, pavarësisht se këtu në qytetin e Korçës ne kemi të mbyllur dhe nuk shkojmë dot. Dua të shkoj në kinema, por pastaj them, ky film do dalë edhe në internet. Pse duhet të rritet të shkoj tani ta shikoj në kinema? Jo, unë jam shumë kundër kësaj. Unë mendoj që është komplet eksperiencë ndryshe ta shohësh një film në kinema, se sa ta shohësh thjesht para laptopit tënd në shtëpi. Po, e di që është më e bukur dhe donjëherë thua, pse të shpenzoj për të vajtur në kinema kur do më dal fal asaj filmi, po eksperienca është ajo që e bën ndryshe dhe vendi dhe kështu, por duhet provuar sepse unë nuk kam qenë asnjëherë në kinema. Dhe prandaj po flet kështu, se s'ke qenë asnjëherë. Do me thënë, nuk e di në qoftë se mund të konsiderohet sikur kam parë kinema apo jo, po thjesht me shkollën organizonim edhe në gjimnaz madje shumë, sepse në universitet organizonim javën e filmit dhe kështu, por e shikonim në një klasë që kishte monitor dhe projektor. Dhe nuk ishte ndjesia njëjtë me kineman. Dhe mbajmë në gjimnaz, nuk e di çfarë është organizuar një event dhe na kanë çuar që të shikojmë filma. Dhe mendoj se mund të konsiderohet një lloj kinemaje sepse ishim në teatr. Po, ne në fakt në qytetin tonë e përdorim teatrin shumë shpesh si kinema. Si kinema, kështu që kam vajtur disi. Pak a shumë njësoj. Është ndjesi e bukur se janë edhe të tjerë dhe është ajo qetësia dhe ti je thjesht i fokusuar aty tek filmi dhe madje ishin dhe filma kështu edukativ që ishin për luftën, për ishin filma shumë të zgjedhur dhe madje edhe një film nga ata më ka ngelur akoma në mendje, nuk jam mbaj mend titullin, mbaj mend vetëm një pjesë që ishte Beverly Hills, më duket Kondrat e Beverly Hills, një gjë kështu, dhe ishte me dy fëmijë që shkelin dhe predha dhe duhet të shpëtonin jetën, dhe ishte film shumë i bukur dhe ishte se gjithë kështu dhe shikoj edhe reagimet e të gjithëve, eksperiencë e bukur. Kështu që duhet të shkojmë më shumë në kinema. Më vonë në vitet 1970, filmat hyn në epokën e efekteve pra speciale moderne. Regjisor si Steven Spielberg dhe George Lucas sollën filma që përdorin teknologji të avancuar për kohën, duke krijuar botë fantastike dhe skena spektakolare. Filma si Star Wars dhe Jurassic Park ndryshuan gjithmonë industrinë e kinemas. Një tjetër ndryshim i madh në fakt ndodhi me kalimin nga filmi analog tek teknologjia digjitale. Dikur filmat regjistroheshin në shirita fizik filmi, siç e dim ne të gjithë, ndërsa sot pothuajse çdo gjë realizohet me kamera digjitale dhe përpunohet në kompjuter. Kjo uli kostot, rriti cilësinë dhe i dha regjisorëve shumë më tepër mundësi kreative për të dalë nga ajo tradicionale dhe për të bërë diçka të re më të veçantë. Dhe për të sjellë dhe për të vënë pa dhe imagjinatën e tyre që ke krijuar një skenar se ne shpesh shikojmë gara me makina, shikojmë që bien nga ndërtesa, shikojmë që si për shembull Avatari. Po, filmi i ri Avatari. Po, të riu nuk e kam parë ende, por i vjetri, që është me atë djalin në karige me rrota, që që përjeton ai eksperiencën që futet në botën e Avatarit. Për shembull Avatari është e gjitha e bërë me kompjuter. Nuk ekziston ai vendi që kanë shkuar vërtet dhe kanë kriju dhe kanë bërë Avatarin dhe janë ata avatar. Domethënë është teknologjia CGI, që quhet, dhe aktorët kanë një veshje të zezë të gjithë që mund ta ndryshojnë me kompjuter, kanë edhe disa pika në fytyrë. Domethënë ju vizatojnë disa pika në fytyrë në mënyrë që me kompjuter të arrijnë që të detektojnë ato emotiparet, mimikat e fytyrës dhe në mënyrë që ti konvertosh, ti kthesh në personazhin, në figurën e Avatarit. Pra, është një film që vërtet ja vlen ta shikosh vetëm për kuriozitetin, për mënyrën se si është realizuar, sepse ne vërtet i shohim ato qenjet aliene të dukshme, por në të vërtet duhet parë edhe procesi i prapaskenave. Po, unë e kam parë dhe unë këtë videon të Avatarit që krijoheshin sepse qarkullonin. Dhe ishte ajo që thamë që kishin dhe një green screen nga mbrapa dhe ai vendi aq i bukur që e shohim
dhe themi ku është ky vendi që të shkojmë ta vizitojmë. Është thjesht përpunime kompjuterike, teknologjike të imazheve dhe mendoj që edhe shumë mirë, sepse më përpara nëse duhet të ndryshojë edhe vendin të filmave, më përpara duhet të shkojë fizikisht në ai vend për ta xhiruar, për shembull nga New Yorku në Boston apo duke marrë Hollywoodin. Dhe kostot ishin normale shumë të larta, sepse nuk duhet të shkonin vetëm aktorët, duhet të shkonin dhe kameramanët, producentët, operatorët, të gjithë me radhë. Dhe kosta ishte më lartë, kurse tash në një studio e gjitha jeshile. Po më kujtojnë tani edhe ato filmat me qenush me kafsh, që janë kafshët aktorë dhe i bëjnë sikur flasin me kompjuter, dhe ato janë shumë të veçanta. Dhe ato me të njëjtën teknologji janë. Që është e doktorit, që është një doktor që flet dhe me kafshën, që kende përgjigje dhe nga familja e tij vetëm ai arrin ta kuptojë. Por që janë shumë të bukura dhe ngelen vërtet do evoloj normalisht si çdo gjë. Një tjetër ndryshim i madh ndodhi me kalimin nga filmi analog tek teknologjia digjitale. Pra dikur filmat regjistroheshin me shirita fizik filmi, ndërsa sot përpunohet çdo gjë me kamera në kompjuter. Edhe mënyra si njerëzit i shohin filmat ndryshoi shumë. Dikur filmat mund të shiheshin vetëm në kinema. Më pas erdhën kasetat VHS, DVD dhe televizionet kablore, duke bërë të mundur që njerëzit të shihnin filma në shtëpi. Sot platformat streaming si Netflix, Disney dhe Amazon Prime Video kanë transformuar plotësisht industrinë. Tani filmat mund të shihen në çdo kohë nga telefoni, tableti apo televizori smart. Po dhe pikërisht kjo është diçka shumë e mirë që janë krijuar shumë platforma në të cilën ti mund që ta zgjedhësh vetë filmin që do të shikosh në çdo moment që të ndihesh sikur do të shikosh një film ose serial, sepse problemi me televizionin ka qenë gjithmonë që ti nuk e zgjidhje dot se çfarë do shikoje, do duhet të ndiqje një orar të caktuar, të shikoje të gjithë programacionin e ditës për të kuptuar që okay, në këtë orë jepet ky film, unë sot do shikoj këtë film. Ndërkohë që me Netflix dhe me platforma të tjera është shumë herë më e lehtë, mund të zgjedhësh çfarë të duash, kur të duash, sa herë të duash. Megjithëse tashmë këto platformat janë platforma me pagesë, që jo të shumica e njerëzve thonë nuk i paguajmë, se thonë do paguaj unë për të parë filmin. Dhe janë këto faqet të piratuara që shohin filma dhe ka çdo lloj filmi të mundshëm. Megjithëse jo çdo lloj, nuk është çdo lloj, sidomos me titra shqip. Por që janë një ndihmë e madhe, por është kjo që shikon hap dhe atë film që do ti, nuk je më i varur dhe televizori dhe për këtë ka ngelur pak si në hije. Sepse jepen shumë filma dhe kështu, por ti nuk arrin, ose për shembull e hap televizorin dhe të duket interesant se shikon një fragment, por mund ta kesh arritur filmin nga mezi ose nga fundi dhe nuk e kuptuar çfarë është ndodhur. Kurse ata e mban pauzë, nisë, rifillon sa herë të duash. Kinemat në fakt vërtet kanë evoluar shumë. Stallat e dikurshme të thjeshta janë kthyer tani në ambiente moderne dhe me ekrane gjigante, me tinguj surround, pra një teknologji që ti je në kinema dhe tingulli nuk e ndjen vetëm të vinë nga ekrani para, nga bokset e ekranit para, por e ndjen nga çdo cep i kinemas dhe të duket sikur je vërtet aty. Gjithashtu edhe teknologjitë 3D ose IMAX. Sot eksperienca në kinema synon që të jetë më imersive, më përfshirëse dhe spektakolare për publikun. Po, një munduar, domethënë dhe kinemaja që të krijojë këto efektet për arsyeën që mos ngelet dhe kinemaja në hije si televizioni. Po. Domethënë se ti duke e përjetuar për shembull soundin, të duket sikur je atje. Po. Në vitet e fundit, inteligjenca artificiale dhe teknologjitë moderne po fillojnë të ndikojnë gjithashtu në industrinë e filmit. AI përdoret për efekte speciale, për punim video dhe madje edhe për të ndihmuar në krijimin e skenareve apo analizimin e preferencave të publikut.
Evolucioni i filmave dhe i kinemas në fakt është historia e bashkimit të artit me teknologjisë. Nga pamjet e para bardezi pa zë, deri tek filmat modern me efekte special dhe streaming global, kinemaja ka ndryshuar vazhdimisht mënyrën se si njerëzit po argëtohen, po emocionohen dhe tregojnë histori. Dhe me zhvillimin e teknologjisë, e ardhmja e filmave pritet që të jetë më inovative dhe më interaktive dhe besoj se këtu duhet të mbetemi pak, duke qenë se besoj të gjithë ne e dim se ku duam të dalim tani, që inteligjenca artificiale po e prek edhe këtë sektor të jetës, si çdo sektor tjetër. Edhe filmat po fillojnë që të kenë shumë elemente me inteligjencë artificiale. Besoj se mund të presim edhe filma të plot të realizuar me inteligjencë shumë shpejt. Po, dhe madje inteligjenca artificiale është ajo që themi që ndoshta tashmë dhe të gjithë mund të jemi nga pak krijues, ndoshta nuk mund të bëjmë një film 2 orë, po një 20 minutë. Sepse më është bërë dhe shumë e thjeshtë në përdorim. Dhe nuk ka ngelet për tu parë, sepse dhe kjo është ajo ana skeptike që a duhet, s'duhet, por që sigurisht edhe ajo ndihmon për të krijuar efekte që më përpara nuk krijoheshin. Kështu që ngelet për tu parë. Shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi sërish në studio. Miq, jemi rikthyer në studio dhe këtë radhë jemi me rubrikën Personazhet e njohur, ku do të flasim për ato figura të cilat e kanë bërë historinë e teknologjisë. Sot në fakt në historinë e teknologjisë ekzistojnë emra të ndryshëm që e kanë ndryshuar mënyrën se si njerëzimi jeton. Një prej këtyre emrave është padyshim Konrad Zuse, një inxhinier të shpikës gjerman që konsiderohet si një nga pionerët më të rëndësishëm të informatikës moderne. Ai ishte njeriu që hodhi themelet e kompjuterëve programues shumë vite përpara se teknologjia të bëhej një pjesë e përditshme e jetës sonë. Sot, kur përdorim laptop, telefona inteligjent, internet apo inteligjencë artificiale, rrallë mendojmë për njerëzit që krijuan bazat e këtyre teknologjive. Konrad Zuse ishte një prej tyre. Me idetë punën dhe këmbënguljen e tij, ai ndihmoi në lindjen e epokës digjitale. Dhe në fakt, emri i tij nuk është emër ridëgjuar dhe i njohur, por që ka dhënë kontributin e tij në pjesën e teknologjisë dhe është një emër që duhet të përmendet. Flasim pak për fëmijërinë e Konrad Zuse. Ai lindi më 22 qershor të vitit 1980 në Berlin të Gjermanisë. Që në moshë të vogël ai tregonte interes të madh për matematikën, mekanikën dhe ndërtimin e pajisjeve të ndryshme. Ishte një fëmijë kreativ që pëlqente edhe të vizatonte dhe të krijonte objekte teknike. Familja e tij më vonë u zhvendos në qytetin Horsverda, ku Zuse kaloi një pjesë të rinisë së tij. Gjatë viteve të shkollës, ai ishte shumë i apasionuar pas shkencës dhe teknologjisë. Mësuesit e tij vunë në re se kishte aftësi të veçanta në zgjidhjen e problemeve logjike dhe matematikore. Dhe në fakt shumë nga emrat që kemi sjellë ne të teknologjisë kanë pasur si bazë matematikën dhe shkencën. Këto të dyja që ndoshta tashmë në pamje të parë duket sikur teknologjia nuk është se ka shumë lidhje me matematikën. Por që përsëri janë kritere shumë të forta nëse do t'i futesh asaj fushë. Pas përfundimit të shkollës, ai filloi që të studionte për inxhinieri civile në Universitetin Teknik të Berlinit. Pikërisht gjatë studimeve universitare filloi që të mendonte seriozisht për automatizimin e llogaritjeve matematikore. Në atë kohë inxhinierët kryenin shumë llogaritje me dorë dhe kjo kërkonte kohë të gjatë dhe shpeshherë sillte edhe gabime, normalisht gabime njerëzore që të gjithë i bëjmë duke u munduar që të llogaritim në mënyrë manuale. Po, unë madje kam parë dhe një film me një çupë të vogël që titulli i filmit ishte Gifted, nuk e di nëse e ke parë apo jo. Dhe ajo vajza që e vogël kishte aftësi të papara matematikore. E kam parë gjysmën e këtij filmi në TikTok. Si dhe TikToku tashmë po kthej të platformë filmash. Dhe kishte aftësi të shkëlqyera, por jetonte me dajën e vet pasi vdiqën prindërit.
Dhe jema e saj ishte matematiciene. Dhe ishte një problem, por nuk arrinte ta ziste dot. Dhe shikoja që ipte me shkallë në drasa dhe rrinte dhe shkruante dhe llogariste dhe I mbushte ato drasat plot derisa arriti që e zgjidhi më pas, përdorte edhe makinën, por shkrimi ishte absolutisht një nga merites saj. Po, teknika që përdorte shumë për të zgjidhur ushtrimet, sepse dhe mjetet, pavarësisht se filmi ishte I viteve ndoshta I para 10 viteve mund të ketë qenë, nuk e di tamam më mirë. Prap teknologjia nuk kishte për shembull një kompjuter që mund të merrte dhe ta përdorte për të kryer më shumë detyra ose llogari më të avancuara. Thjesht e përdorte për disa researche që të arrinte në zgjidhjen, por kur shikoj ato fletët e mbushura pas përfundimit të shkollës, ai studioi inxhinieri civile në Universitetin Teknik të Berlinit. Pra ishte kjo që tham që ishte për automatizimin e llogaritjeve dhe duhet të dalim tek çfarë bën teknologjia dhe sa I ndihmon për llogaritjet. Konrad Zuse besonte se makinat mund t'i kryenin këto llogaritje shumë më shpejt dhe më saktë se njeriu. Kjo ide u bë pika e nisjes së punës së tij revolucionare. Dhe ai ka patur vërtet shumë të drejtë, sepse është e vërtet që kompjuteri llogaritjet I bën shumë herë më mirë se njeriu. Po sepse tashmë janë edhe formulat gati për kompjuterat dhe kështu që ti mund të thjesht e hidhesh të dhënat dhe përdor formulën që më përpara nuk e kishim këtë luks. Në vitin 1930, koncepti I kompjuterit modern pothuajse nuk ekzistonte. Kishte disa makina llogaritëse mekanike, por ato ishin të kufizuara dhe nuk mund që të programoheshin. Konrad Zuse filloi të punonte në një projekt personal në apartamentin e prindërve të tij. Ai nuk kishte laborator modern, financime të mëdha apo ekipe shkencëtarësh. Shumicën e punës e bëri vetë, duke përdorur materiale të thjeshta dhe duke eksperimentuar vazhdimisht. Pas shumë përpjekjeve në vitin 1938, ai përfundoi kompjuterin e tij të parë të quajtur Z1. Dhe ky ishte një moment shumë I rëndësishëm në historinë e teknologjisë. Unë në fakt nuk e kam dëgjuar për këtë kompjuter dhe as për kompjuterat e tjerë që erdhën. Dhe nuk e dija madje që dhe ekzistonte. Në fakt ky kompjuter Z1 ishte hapi I parë drejt kompjuterëve modern që ne njohim sot. Z1 ishte një makinë mekanike që mund të kryente llogaritje automatike duke përdorur sistemin binar, pra numrat 1 dhe 0. Ky sistem përdoret ende sot në të gjithë kompjuteret modern, pra është sistemi që numri 1 tregon çelës të mbyllur, numri 0 tregon çelës të hapur. Makina ishte shumë komplekse për kohën e saj. Ajo përdorte shirita të programueshëm dhe kishte memorien e vet. Kjo do të thoshte se mund të ndiqte udhëzime automatike për të kryer operacione matematikore. Megjithatë, normalisht që Z1 do të kishte edhe probleme teknike, duke qenë se ishte edhe shpikja e tij e parë. Pjesët mekanike nuk ishin gjithmonë të sakta dhe makina shpesh herë bllokohej. Por pavarësisht vështirësive, Zuse nuk u dorëzua. Ai ishte I bindur se e ardhmja e përkisteve makinave automatike dhe shumë mirë që nuk u dorëzua sepse ka patur shumë të drejtë. Po, dhe pas Z1-shit solli dhe Z2-shin me përmirësimin e teknologjisë. Pas eksperiencës me Z1, Konrad Zuse filloi të zhvillonte modele më të avancuara. Në vitin 1939, ai krijoi Z2. Ky model kombinonte pjesët mekanike me rele elektrike. Për këtë arsye ishte më I shpejtë dhe më I besueshëm. Z2 tregoi se idetë e Zuse funksiononin dhe se kompjuterët programues mund të bëheshin real dhe që janë real. Dhe normalisht që Konrad Zuse nuk do të mbetej këtu, ai vazhdoi që të ecte dhe të krijonte Z3, që ishte kompjuteri I parë programues në botë. Arritja më e madhe e Konrad Zuse erdhi në vitin 1941 dhe pikërisht ky ishte viti në të cilin krijoi Z3-shin. Shumë historianë e konsiderojnë Z3 si kompjuterin e parë programues dhe automatik plotësisht funksional në botë.
Z3 përdorte rele elektromekanike dhe mund të kryente llogaritje komplekse pa ndërhyrje të vazhdueshme njerëzore. Makina funksiononte me sistem binar dhe kishte memorie, njësi kontrolli dhe programim automatik. Dhe këto janë pikërisht elementet bazë që përdoren dhe te kompjuterat modern. Në atë kohë kjo teknologji ishte shumë përpara kohës së saj. Fatkeqësisht për shkak të luftës së dytë botërore, puna e ZUS nuk mori vëmendje ndërkombëtare që meritonte, është dhe ajo që tham që është një emër që nuk është dëgjuar pavarësisht se ka dhënë një kontribut shumë të madh. Dhe pikërisht gjatë luftës, Gjermania kaloi një periudhë shumë të vështirë. Bombardimet shkatruan shumë ndërtesa, laborator, por edhe pajisje teknologjike. Edhe kompjuteri Z3 u shkatrua gjatë bombardimeve në Berlin. Megjithatë, Konrad Zuse vazhdoi që të punonte. Ai nuk hoqi dorë nga ëndra e tij për krijimin e makinave inteligjente që mund të ndihmonin njerëzit në zgjidhjen e problemeve matematikore dhe teknike. Këmbgulja e tij është një nga arsyet pse sot konsiderohet si pioneri i teknologjisë moderne. Imagjinon të kesh krijuar një shpikje të re për kohën dhe papritur vjen lufta. Dhe thjesht me një bombardim të shkatrohet ajo shpikja. Bombardim tizër se nuk bëre gjë. Po, dhe e imagjinon që duhet ta nisësh kur mbarojnë bombardimet prapë nga e para. Një tjetër kontribut shumë i rëndësishëm i ZUS ishte krijimi i një gjuhëse programuese të quajtur Planck-Kuhl. Kjo ishte një nga gjuhët e para programuese në histori dhe përmbante ide shumë të avancuara për kohën. Me Planck-Kuhl mund të shkruheshin algoritme dhe të organizoheshin të dhënat në mënyrë logjike. Edhe pse nuk u përdor gjerëzisht në atë periudhë, shumë nga konceptet e saj u përdoren më vonë në gjuhët moderne të programimit. Kjo tregonte se ZUS nuk ishte vetëm ndërtues kompjuterësh, por edhe një mendimtar shumë i avancuar në fushën e programimit. Dhe pikërisht kështu kur mbaroi lufta, ZUS zgjodhi që të krijonte dhe të themelonte kompaninë e tij, ZUS KG. Kjo kompani prodhoi disa nga kompjuteret e parë komercial në Evropë. Në atë kohë, kompjuterit ishin shumë të mëdhenj dhe përdoreshin kryesisht nga universitetet, institucionet shkencore dhe qeveritë. Megjithëse teknologjia ishte ende në fazat e para, puna e ZUS ndihmoi në përhapjen e ideve të informatikës në Evropë. Madje as për kompani nuk e dija që ose ka ekzistuar një kompani e tillë. Nuk ishte. Ndoshta në Gjermani, në vendin ku ai ka qenë një emër mund ta njohin, por ndërkombëtarisht është pak në hije. Kontributi i Konrad Zuse është jashtëzakonisht i madh. Ai krijoi një nga kompjuteret e parë programues, përdori sistemin binar, zhvilloi koncepte të avancuara programimi dhe ndikoi në lidhjen e informatikës moderne. Dhe sot pothuajse çdo pajisje elektronike funksionon mbi parimet bazë që ai ndihmoi të zhvilloheshin. Nga telefonat inteligjent, interneti, inteligjenca artificiale dhe teknologjitë moderne, kanë rënë një në idetë e pionerëve si Konrad Zuse. Konrad Zuse në fakt vazhdoi që të shkruante dhe të punonte për teknologjinë edhe në vitet e fundit të jetës së tij. Ai u njoh ndërkombëtarisht si një nga themeluesit e epokës moderne të kompjuterëve. Ai vdiq më 18 dhjetor 1995 në Gjermani në moshën 85 vjeçare. Sot, emri i tij përmendet në historinë e informatikës, krahas pionerëve më të mëdhenj të teknologjisë botërore. Historia e tij në fakt na tregon se inovacioni lind nga kurioziteti, këmbëngula dhe nguximi për të menduar ndryshe. Edhe pse punoi në kushte shumë të vështira dhe pa mbështetje të madhe, ai arriti të krijojë një teknologji që ndryshoi botën. Konrad Zuse nuk ndërtoi vetëm makina, ai ndihmoi në ndërtimin e së ardhmës digjitale të njerëzimit. Fal vizionit të tij, sot jetojmë në një epokë ku kompjuteret janë pjesë e pandashme e jetës sonë. Dhe imagjinon nëse nuk do kishte qenë Konrad Zuse, ndoshta nuk do të kishim as kompjuter. Ne duhet të jemi falënderues për këtë kontribut që ka dhënë. Ne në këtë emision nuk e di pse e marrim gjithçka që ndoshta nuk ka qenë. Ndoshta nuk do ta kish. Por që ja që i kemi fal emrave shumë të mëdhenj, duhet thënë, për kohën dhe që vazhdojnë të jenë ende edhe sot. Në fakt, ne tani do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe do të rikthehemi në studio me rubrikën e fundit, një prej të preferuarve tona. Na ndiqni.
Është momenti të kalojmë në rubrikën kuriozitete teknologjike në ajo hana humoristike e teknologjisë, duhet thënë, dhe pikërisht për ju sot do të sillim 10 fakte interesante për makinat. A e dinit se makinat moderne janë si kompjuter mbi rrota? Sot, shumica e makinave moderne funksionojnë fal teknologjisë kompjuterike. Brenda një makine gjenden 10 kompjuter të vegjël që kontrollojnë motorin, frenat, navigimin, klimën dhe sistemet e sigurisë. Në fakt, disa makina luksoze kanë mbi 100 milion rreshta kodi, më shumë se disa sisteme avionësh. Po. Përditësimet me internet si në telefon. Tesla ishte një ndër kompanitë e para që solli përditësimet over the air. Dhe kjo do të thotë se makina mund të marrë funksione të reja përmes internetit pa shkuar në servis. Një mëngjes makina mund të zgjohet me software më të shpejtë dhe me funksione të reja sigurie. Imagjino Elina të kesh një makinë që nuk të duhet, po, që të bëhet update, vërtet, po, që të dalë gjithmonë një version më i ri. Dhe nuk të duhet që të shkosh tek serviset, se edhe tek serviset, po, nëse të shpishurtojnë që po duhet të rish të gjesh pjesët, po sa të vi pjesa, po sa të vjet është një punë kolosale shumë e madhe. Dhe kështu që më mirë zgjohesh një mëngjes dhe shtyp atë butonin update. E ke gati. Teknologjia e inteligjencës artificiale po ndryshon industrinë automobilistike. Disa makina autonome përdorin kamera, radar dhe sensor për të analizuar rrugën në kohë reale. Sistemi mund të ndallojë makinat, këmbësorët, semaforët dhe pengesat shumë herë më shpejt se sa njeriu. Madje tashmë janë makinat autonome që quhen, dhe ti mund të jepësh dhe nëse dilet mbrapa dhe tek vendi i shoferit nuk ka absolutisht asnjë lloj njeriu. Ose mund të duash që të marrësh dikë me makinë dhe ti të jesh që nga shtëpia jote, ta programosh makinën që të shkojë në X vend, po. Të takohet me tjetrin dhe pastaj të thotë tjetri kush ka ardhur më ka marrë fantazma. Tjetri përsëri në sedilen e pasagjerit, po. Dhe vjen. Unë në fakt jam një çik skeptike për këtë lloj makinash, sepse më duket sikur nuk janë aq të sigurta. Duke qenë sepse nuk ka një njeri që ta mbaj atë timonin. Gjithmonë sugjerohet që të jetë një njeri që ta mbaj timonin, vërtet sa për siguri mendore, por që në ditët e fundit vërtet janë bërë shumë të sigurta, shumë më të sigurta. Ti mund të më thuash edhe diçka tjetër që mund të më kundërshtosh, që është argumenti që edhe shumë aksidente ndodhin nga vetë shoferët. Ndodhin shumë më shumë se sa nga makinat autonome. Mund të jetë edhe kjo, sepse makinat autonome në momentin që ndjen një rrezik, mund ta ngadalsoj shpejtësinë ose kështu kurse shoferët janë ata impulsivët që ecin më shpejt se ç'duhet, që mund po, që nuk arrin përshëndetërisht edhe frenat në kohë, sepse e pa pak me vonë atë personin që po i vjen përballë se kështu. Kurse makina është më e qartë me rrethanat që ka. Po, pikërisht nuk është alkoolizuar. Por që janë bërë më të sigurta, absolutisht, por që mendoj që edhe një njeriu thjesht për të qenë, okay, le të zëj gjumi, thjesht stop për fiksim. Ri atje. Shumë makina modern mund të parkojnë dhe vetë. Sensorët dhe kamerat matin hapësirën dhe sistemi kontrollon timonin për të futur makinën në vend parkim. Shoferi në disa raste vetëm kontrollon gazin dhe frenat dhe mendoj që kjo është një shpëtim. Si një njeri me patent që parkimin e ka as nuk e di fare. Si një njeri pa patent që shoqëria më thot gjithmonë që unë nuk do ta ngisja dot kur makinën dhe që edhe nëse do ta merrja makinën patentën ata nuk do uleshin kur me mua. Ka që të mërshme. Nuk kanë absolutisht as pak besim. Kjo më duket një zgjidhje e mirë. Po, parkimi më duket një zgjidhje shumë e mirë sepse duke qenë edhe nga hapësira që ke, sepse donjëherë nuk e ke aq fiks ose aq të gjerë sa për të yrti, dhe të ndihmojnë me anët e sensorëve që kur afrohesh shumë ose kur duhet ta bësh më majtas apo më ndjatas.
Çelësat e sotëm në fakt nuk janë vetëm mekanik. Ata përdorin teknologji digjitale dhe kriptim sigurie për ta hapur makinën automatikisht. Disa makina mund të ndizen pa e futur fare çelësin, mjafton që ai të jetë në xhep, ta ndjej që ti je aty pranë. Tani që e ke antje. Ose thjesht tashmë nuk hyn më në përdorim as çelën, sa se ka disa makina që thjesht i buton. Po, për shembull, ka disa Tesla që janë edhe me fingerprint. Po. Që të njohin shenjën e gishtit. Po, dhe madje janë me fingerprint që në dera. Po. Që mos e ha pas një tjetër. Disa makina kanë disa fuqi kompjuterike më të madhe se misioni në hënë. Shumë makina moderne kanë më shumë fuqi kompjuterike se sa sistemet që përdori NASA gjatë Apollo 11 Moon Landing. Kjo tregon se sa shumë është zhvilluar teknologjia në vetëm disa dekada. Dhe në fakt ne këtë kuriozitet e kemi parë dhe tek telefonat. Po. Që sistemi kompjuteri që ka përdorur NASA dhe telefonat tani janë më të avancuar. Po. Disa makina mund që të dallojnë automatikisht shiun në xham. Sensorët analizojnë piklat e ujit dhe aktivizojnë fshirëset pa ndihmën e shoferit. Sa më i madh që të jetë shiu, aq më shpejt lëvizin kështu edhe fshirëset. Edhe kjo në fakt është një ndihmës që të ndizen automatikisht, do njëherë shoferi sa ti ndih. Megjithëse thjesht një buton ka, nuk është se ka të një gjë shumë të madhe, por që teknologjia po vjet re kudo. Domethënë që në makina, bicikleta që janë për ka tashmë dhe bicikleta elektronike, skuterat, hoverboard, domethënë është bërë dhe transporti shumë i gjerë. Makinat elektrike përdorin një teknologji të quajtur frenim rigjenerues. Kur shoferi frenon, një pjesë e energjisë rikthehet përsëri në bateri. Kjo ndihmon në kursimin e energjisë dhe rritjen e distancës që makina mund të përshkojë. Dhe kjo është më shumë tek makinat elektrike. Po. Mendoj, që sepse që mund të kthehet automatikisht tek bateria, sepse tek makinat e vjetra që përdorin lëndë djegëse, lënda djegëse harxhohet dhe kaq mjafton. Në fakt tani ka edhe makina që mund të komunikojnë me njëra tjetrën. BMW, Mercedes-Benz dhe Audi po zhvillojnë sisteme ku makinat komunikojnë me njëra tjetrën dhe me semaforët. Në të ardhmen kjo teknologji do të mund që të ndihmojë në shmangjen e aksidenteve dhe të trafikut. Ne unë do jem skeptike. Dhe si që thash unë do t'i ndihmoj dhe ata njerëz si puna ime. Po, është shumë e vërtetë. Makinat elektrike po bëhen gjithnjë më inteligjente. Shumë prej tyre përdorin inteligjencë artificiale për kursimin e energjisë, analizimin e trafikut, navigimin automatik dhe ndihmën ndaj shoferit. Ekspertët besojnë se në të ardhmen makinat mund të jenë plotësisht autonome dhe shumë më të sigurta se sot. Dhe unë e vlerësoj këtë plotësisht. Po, dhe ndoshta kështu bëjmë të mundur dhe shmangjen e aksidenteve që mund të marrin. Shmangjen e marrjes së patentës. Marrjen e patentës do ta marrë se ndoshta në një moment ajo makina nuk funksionon. Teknologjitë do duhet ta ngasësh vetë. Unë kam përshtypjen duke dojë që të shmangësh atë marrjen e patentës. Po. Më besoj nuk është aq e madhe. Mund t'ja dalësh, kam besim. Me një Tesla. Çfarë Tesla i do? Një Tesla nga ato që ecin vetë. Autonome. Do hapim një kontribut. Po. Një GoFund. Gjithsesi. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Shpresojmë që t'jeni kënaqur shumë me ne. Shihemi tek episodi i radhës. Faleminderit që na ndoqët dhe deri në javën tjetër. Mirupafshim.